Nderuar kryetare e Kuvendit, nderuar nënkretar, nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar deputet. Sot jemi me datën 16 shkurt dhe sikur se tha edhe Ministri i Financave, ky debat do duhet të ishte bërë para tetorit të vitit të kaluar. Duke pas parasysh emergjencën në të cilën ndodhemi në mënyrë që të gjitha institucionet të funksionojnë në mënyrë të rregullt, duke pasur parasysh se detyra edhe obligimi jonë si deputet është që të veprojnë në interesin më të mirë të qytetarëve, por edhe duke i shtuar kësaj faktin se ky është buxheti më i madh që ka pas ndonjëherë Republika e Kosovës, e përtej kësaj se ky buxhet adreson edhe të gjitha kujdesin për të gjithë sektorët, departamentet, për të gjitha shtresat e qytetarëve, duke adresuar edhe disa nga prioritetet e qeverisë. Ne japim mbështetje të plot këtij buxheti, mbi të gjitha edhe për faktin se në afatin më të shkurtë të mundshëm, pra muajin e ardhshëm, do të mund të sillet buxheti i ri, i cili do të adresojë edhe çështjet që janë pjesë e programit qeverisës të qeverisë Kurti. Andaj pra lëvizja mbështet këtë buxhet.